edhe rrugtimin e saj, sa i përket këtij profesioni, dhe në vazhdim normalisht do të mësojmë shumë se çfarë do të thotë edhe të merresh me planifikimin urban në këtë vend tonin, çoni thon Gjuruldi. Fjoll, mirë se vjen. Mirë se ju gjej, faleminderit për ftesën. A e përkufizova mirë vendin ton ajo? A jemi deti ku ashtu ajo? Kemi ikë ndryshe. S'kemi qysh me përkufizu ndryshe, shumë e vërtet. Gjithsesi, fal jush dhe po besoj edhe të tjerëve të cilët kanë zgjedhur këtë rrugtim në një farë mënyre jeni duke u mundu për me na rregullu vendin, dhe për me e bo një farë mënyre pak më të pranueshëm, pak më të qasshëm, e pse jo, planifikimi urban i duhet secilit vend. Po, realisht planifikimi urban është diçka obligative, që duhet me bo se cili qytet, se cili shtet, varsisht për nivellit që vendos me planifiku teritorin e vetë, po si do qoftë realisht është si një ligj i qyteteve që duhet me u bo në mënyrë të rregullt, me u planifiku në mënyrë racionale, mandej edhe me u zbatu në teren, ashtu si që është planifiku. Prandaj është diçka si qëtash si ligj, tjetër se në çfarë niveli është shoqëria për me zbatu atë ose me konsideru të tillë. Shumë e vërtet. Po kthehemi mbrapa në kohë, ndoshta kur ti ke marrë këtë rrugtim, kur ti ke zgjedhur pikërisht të merresh me planifikimet urbane, si ka qenë dhe pse ke zgjedhur pikërisht këtë rrugtim? Unë kam studiuar arkitekturën dhe arkitektura mësohet në Universitetin e Prishtinës bashkë me planifikimin hapësinor dhe shumë fusha të tjera të ndërlidhura. Edhe janë pikërisht vitet e fundit, viti 3 dhe viti 4, kur studentat veç fillojnë më ekspozu ma shumë në një shkallë ma gjerë të planifikimet, ose dizajnit të qyteteve dhe planifikimet të qyteteve të komunave. Edhe unë personalisht kom pa që ma shumë më pëlqen kjo fush, më ka interesu si një fush pak ma e gjonë, që merret me disa fusha të ndryshme, arsyeja pse edhe vetë edhe kur i kom fillu studimet në arkitekturë, fillimisht kom pas shumë hamendje se çka me studiu, se më kanë shku shumë lëndë në shkollë të mesme dhe mandej vetë nga natyra që jo ma kurështare, dhe më ka pëlqyer një fushë që është ma e gjonë, që duhet me marrë parasysh shumë ma shumë faktore, fusha tjera, për me ardhur deri te një vendim se cili është vendimi ma i mirë ose ma racional për krejt aspektet. Edhe jo normalisht jam ekspozu në lëndët që i kemi marrë në Universitetin e Prishtinës, ku profesorat në kanë stimulu me libra e literaturë të ndryshme që me lexu dhe se çka po ndodh në botë, e mandej edhe me studime jashtë Kosovës, që jam ekspozu edhe në literaturë, në praktika të tjera, në profesora ndërkombëtar që ka fillu gjithmonë ma shumë me më pëlqy, po patjetër është edhe udhëtime të ndryshme ku gjithmonë sheh një qytet ose një kulturë të ndryshme që të shtyjnë tutje me mendu edhe me konsideru se çka kanë mendu kur e kanë planifiku kujti shërben, qyteti ose një hapësirë dedikume. Kështu që shumë faktorë të ndryshëm kanë bo me gjithmonë ma shumë e dash profesionin që e kam tash. Trego pak për studimet e tua jashtë vendit. Çfarë të kanë bë ato, po themi ndoshta në përgjithësi, me sa e di ke 2 eksperienca të ndryshme apo jo? Po, fillimisht, ekspozimi i parë ka qenë në Vjenë, në vitin 2013, kur kom shku në një program studimor, një semestër. Këtu kom qenë në përfundim të studime dhe realisht kom qenë të e bo temën e nivellit bachelor edhe e pata zgjedh atje në Vjenë me diskutu, me shqyrtu tutje temën që e kom pas këtu, po pata vendos me marrë edhe landë shtesë dhe ka qenë një landë në veçanti për krijimin e hapësirave publike, e cila realisht më ka ligjëru prej filozofëve dhe sociologëve, edhe pse ka qenë programi në kuadër të arkitekturës edhe planifikimit urban, edhe ajo më ka shtyr edhe ma shumë me mendu se sa të shumëllojshme dhe sa shumë dimensione duhet me u shiku, qoftë edhe për një hapësirë ma të vogël publike, një shesh, një park të lagjës ose diçka e tillë, po sa shumë njerëz ose sa shumë perspektiva, mënyrat shfrytëzimit e kultura duhemi me i marrë parasysh, e tutje dhe sa shumë ngjyra i ka vetë hapësira. Na konsiderojmë nështë si një hapësirë 2-3 dimensionale, po ajo gjithmonë ka simbolika që i mbartë në vete, ka mesazhe të ndryshme, përdoret për funksione të ndryshme. Kështu që më kanë interesu që të ngjyrat të ndryshme të dizajnimit, të planifikimit, të vetë krijimit hapësirës. Kjo përvojë e Vjenës, kur jam kthy në Kosovë, më ka shty tutje realisht me regjistru edhe një fakultet, sociologjin, po
po ashtu në Universitetin e Prishtinës se kom dashur mandej ma shumë e ushqyqet pjesën shoqërore, kush jemi na, pse dizajnojmë, çka dizajnojmë, për kë po e bojmë, qysh funksionojnë institucione, cili është roli i profesionistave, i qytetarëve, institucioneve. Kështu që ajo dëshira jam gjithmonë ma shumë e kuptu nivelet ndryshme të shoqërisë, të fushave të ndryshme, e në fund edhe me i bashku me njëra tjetër. Gjitha bashkë, Tutje eksperienca tjetër që definitivisht mendoj që ndoshta ka përkufizu mas miri këtë pjesën e planifikimit urban, ka qenë në Amerikë, ku kom shku në Washington DC për 2 vite, gjatë vitit 2016-2018, me një bursë të USAID-it, edhe kom pas programin për planifikim urban të qëndrueshëm, por që gjitha landët që i kom pas aty kanë qenë të fokusuar prej qëndrueshmërisë, si në sektorin e energjisë, të ndërtesave, transportit, shëndetit publik, të aspektit të ligjeve e shumë gjana të tjera. Po dhe një shtesë që ka qenë komponenta ndryshimeve klimatike. Përkundër që, domethënë, atë kohë në 2016 nuk kom shku me një bagazh që na qytetet duhet me i botë të tilla që me u kujdes për mjedisin, e me i pas parasysh aspektet mjedisore. Mu i me thonë që nuk e kom kuptu sakt shkencën pas ndryshimeve klimatike dhe që një me është një faktor me aq rëndësie dhe me aq rrezik edhe realisht i prekshëm edhe në ditët e sotme, edhe pse ndoshta nuk e kom lidh në atë kohë. Po i kom ndjek lëndë edhe shkencore të ndryshimeve klimatike, jom përfshi në hulumtime të ndryshme, e ma vonë pas diplomimit edhe në projekte rreth ndryshimeve klimatike, cilat edhe tutje ma ndej kom tentu me u fokusu në to edhe në Kosovë, po edhe jashtë. Po definitivisht këto 2 eksperienca në Vjenë edhe në Washington DC kanë qenë ato që kam bo, do me thonë, me kuptu qytetin ma mirë, qoftë përmes vetë jetesës në qytete, po edhe përmes bashkëpunimit e mësimit me profesionistë të ndryshëm, të fushave të ndryshme që i planifikojnë qytetet, edhe ekspozimit në literaturë, në hulumtime shkencore, libra të ndryshëm rreth qytetit, që definitivisht ma kanë hap diapazonin edhe ma shumë. Gjithsesi ti ke vendosur të kthehesh, ndërsa shumë po themi të rinj dhe të reja që në farë mënyrë dalin studion jashtë, ndoshta edhe gjejnë punë edhe akomodohen, hyjnë atë zonën e komfortit edhe harrojnë në farë mënyrë vendin se prej nga vijnë. Ti ke pasur eksperienca të ndryshme, jam shumë e sigurt që ke pasur edhe mundësi për punë, ke vendosur të kthehesh në Kosovë. Pse? Po, e vërtet kom pas mundësi edhe me punu, edhe jo më angazhu atje, edhe me punë, edhe me praktika të ndryshme në Amerikë, po kom pas oferta edhe me punu tamam kështu pas diplomimet. Njëjtë kom pas oferta edhe me vazhdu direkt me studimet të doktoratës në Amerikë, po e kom pas obligative përmes të bursës që kom qenë në Amerikë, që me u kthy në Kosovë dhe me kontribu për 2 vite. Edhe realisht që ajo ka qenë baza mbi cilën na i kemi fitu bursat. Ideja ka qenë me ndërtu kapacitetet që shkojnë, shkollohen edhe në fund kthehen edhe kontribuojnë në Kosovë. Se kjo nuk është për gjithmonë. Apo jo? Nuk e di. Me 2-3 vjetë nëse s'ka bërë. Kështu mendova për bursën. Po, mendova që po vetë mu. Po, kjo nuk është për gjithmonë, e kisha fjalën si obligim ndaj bursës. Po, jo, është obligim 2 vjeçar që unë e kom të i kalu tash që sa kohë që po menoj që 5 vite realisht. Dhe ti ke pas mundësi të kthehesh. Po ke vendosur me qëndru në Kosovë. Këtu po du me e dalë, këtu po du me e ndërli. Po, mendova që po thua është vendimi jam. Po përtej obligimit të bursës, përtej mundësive që mu kanë dhonë dhe përtej që një me kom rime dhe përtu në disa nivele në Amerikë dhe kom qenë shumë aktive edhe atje. Prapë se prapë, une kom linë dhe jom rritë në Prishtinë, familja jem është e Prishtinës edhe une du shumë vendin tem, qytetin tem edhe përkundër krejt skepticizmit që tash është vështirë me regullu në shtani qytet si Prishtina ose shumë vendet të tjera, kom qef me tentu me kontribu për me regullu vendin tënë. Ndryshë është pasione dhe dëshira kur tenton me ndresë që vendin tënë dhe ka një lidhje emocionale me ty. E ndryshë është kur jetu kontribu në disa projekte që ndoshta as ti nuk je lidhur emocionalisht me to, edhe pse i ndjek krejt parimet ose kontribon profesionalisht. Në mënyrë korekte, po. Qoftë për to ose ndodh punon në një projekt që as nuk shkon me pa atë projekt. Për shembull, ka ndodhur kom punu projekte në Azi që as nuk kom shku me i pa, po kom punu kështu në prapavi, e ndryshë është kur ti ki pun me komuna, ki pun me qeveri, me qytetarët e vendit, je vetë që përjeton që ato dhe sidomos
kur je pjesë e projekteve që kanë të bëjnë me qytetin ose sektore caktume, ki dëshirë që sa ma shumë që mund është me regullu, se unë për momentin jam Kosovë dhe planifikoj me kalu jetën këtu, kështu që nuk i dhjetë të ardhmës, po për momentin jam këtu edhe kom qef me kontribu atë sa mundëm dhe sa mi apët mundësia. Shumë e vërtet. Dhe ke vazhdu të punosh në Kosovë pas studimeve, je kthyer, je involvuar në projekte të ndryshme, si kanë qenë tani këto vitet pas studimeve në vendin tonë? Ka shpresa Prishtina, Kosova në përgjithësi, sa i përket planifikimit hapësinor urban? Shpresa vdes e funde. Të vërtet. Po, unë tentoj me mbajt optimizmin, nëse s'kemi optimizm, atër s'pas po e me i dhonë zër as me u lodh, bile me tentu me punu, ma ndej s'kemi motiv as për me bo diqka, po kom qef me besu që nëse tentojmë, nëse mundohemi, mujnë me ndohë dhe mrekullie dhe ndonë se diqka mundet më do shumë e madhe dhe shumë pa fund, ndoshta me hapat vegjel dhe me bashkim të disa njerëzve, nga dal mujnë edhe me i adresu disa probleme, po definitivisht do të me dasht me i adresu që ato probleme dhe do të me dasht vendin. Kur e dën një vend ose një qytet, mande është shumë avshtir me ulshu në disa gjana ose me i bo disa kompromise që ndikoj negativisht në qytetin. Shallë me pranu një projekt ma të dopt, ose mos me ditë se qka po ndodhë sak në atë projekt, ose me i prioritizu veç disa interesa të caktume, jo krejt tjerat. Unë prej që jom këthy prej Amerikës, kom pas fatin me punu me organizata ndërkombëtare, përmes cilave direkt ju kemi dhonë asistencë teknike komunave ose institucioneve nivellit qendror, kemi bashkëpunu me OJQ ose me shoqërinë civile, jom angazhu edhe në universitet, në akademi, edhe në Kosovë, edhe në Maqedoni të Veriut, kom vazhdu edhe me doktoratën mandej, po e kom zgjedh Maqedoninë e Veriut, sepse kështu kom mujt me rujt edhe kontributin profesional gjatë javës e gjatë vikendit me indjek ligjeratat ose angazhime tjera të doktoratës. Kështu që kom tentu me përmbush edhe kurejshtjen tem, po edhe kontributin profesional me aq mundësi sa kom pas, e sidomos me qatë entuziazmin e fillimit që jom kthy prej Amerikës, atje është një ritëm pak ma i shpejt edhe do shton kohën me qenë të bo diqka, ose me prodhu diqka, me kontribu, me gjeneru diqka thjesht me qenë i vyshëm për shoqërinë, edhe kom tentu që me rujt që ato. Kështu që vazhdimisht prej që jom kthy kom qenë të punu në projekte të ndryshme, muj me vequ komunën e Mitrovicës, që në fillim, do me thonë, kom qenë e bazu me aty në Mitrovicën e Jugut, edhe do me thonë ajo udhtimi çdo ditë në Mitrovicë, me punu në komunë bashkë me zyrtarët e komunës, njëjtën kohë me partnerë të tjerë që kanë qenë të përfshim në sektorin e planifikimit, qoftë në zhvillimin e planit zhvillimor komunal, mande edhe në planin e mobilitetit të qëndrueshëm urban të Mitrovicës, e mande jam zgjeru edhe në komuna tjera, sidomos në fushën e ndryshimeve klimatike, sepse kjo ka qenë realisht diçka që unë kom dasht me pru si dije edhe përvoj prej Amerikës, po nuk mu ka dhonë me njëherë për fillimet mundësia me kontribu në ndryshime klimatike. Ndoshta edhe s'kanë qenë të njoftuar, të hapur për të pranuar një diçka të tillë, shumë se është mesin tonë. Ka pas disa projekte, po shumë ndoshta të vogla edhe të limitume, po ndoshta edhe kjo që nuk është pa edhe shumë si prioritet, e me kohë ka fillu me u bo prioritet, edhe sot pëthuj se secili projekte ka një komponent të ndryshimeve klimatike ose ndërlidhet me faktorët e mjedisor. Vetë Kosova tash është ka tjetër qëndrim, është, do me thonë, ma e fokusume, orientume me kontribu në ato, është zotu në targetet të ndryshme për ulljen e gazrave serë ose rritjen e energjisë ripërtritshme, edhe, do me thonë, është zotu edhe kështu tamam duke nënshkru marrëveshje të ndryshme, edhe pse ende nuk i ka shumë gjana obligative, po në anën tjetër edhe interesi i komunitetit ndërkombëtar është gjithnjë më i madh, do me thonë ka më shumë fonde që vinë në Kosovë dhe është në interes edhe të vetë OJQ-ve, të bizneseve që gradualisht me kalu edhe me i adresu këto sektor, kështu që tash ka më shumë perspektive dhe ndryshime klimatike. Në përgjithësi, cilat janë tani sfidat më të mëdha sa i përket planifikimit hapësinor, planifikimit urban, jo vetëm vendin tonë, po në përgjithësi, sa i përket
punës që bëhet me planifikimin? Po, krejt procesi planifikimit urban ose hapësinor, planifikimi urban, do më thonë është kur e planifikojmë një qytet, një zonë që karakterizohet urbane, planifikim hapësinor mund të me qenë një zonë ma e gjerë, që përfshin për shembull edhe zonën urbane dhe zonën rurale, gjithë komunën ose edhe gjithë shtetin. Sfidat janë varësisht për shkallës me cilën kemi të bëjmë, po në anën tjetër një ndër sfidat kryesore është që zakonisht janë plane që marrin kohë për me u bë sepse duhet me u përfshi shumë sektor, po edhe rezultatet e tyre marrin shumë kohë për me u realizu që ti me pas se çka ke planifiku, a është realizu dhe a ka ardhë në pa. Do me thonë puna jote nuk shihet, një planeri ose kushdo që është i përfshim në qatë plan nuk shihet me vitet të tona edhe ndodhë dhe pas atyre viteve, do me thonë kër i s'ka dënë periudha një plani hapësinor, në Kosovë tash sipas ligjit për shembull ka 8 vjet është një plan valid, mandej duhet me u bë prej fillimit ose me u bë ndryshimet e duhura sepse ndron edhe gjendja në terren. Jo shpesh implementohet çka është planifiku, shpesh ndodhin zhvillime shtesë që as nuk janë planifikuar në plan ose janë kundër planit, ju japen lejet e vazhdojnë tutje, kështu që balancimi për me realizu se çka është planifiku me çka është në realitet është një prej sfidave që e hasim. Sfidë tjetër është me përfshi njerëz të fushave të ndryshme, cilët jo gjithmonë mujnë me i pas njëjtat interesa, ki për shembull ekonomista që kanë synim veç me zhvillu qytetin edhe me gjeneru sa ma shumë të ardhura. Po mandej ki edhe ambientalista që dojnë me mbrojt ma shumë hapësirën e gjelbër ose me ullë ndotjen edhe mos me pas zhvillim të ndërtimeve të larta. Mandej ki edhe të tjerët që merren me aspektet sociale, për shembull qoftë me demografin ose planifikimet të tjera që thojnë po pse i gjithë ky ndërtim kur realisht qytetet tona po humbin popullsi. Kështu që balancimi i krejt këtyre nevojave si profesion, e mandej tutje edhe përfituesve ose atyre që jetojnë në qytet, qytetarëve të ndryshëm, dikush nuk don me lshu shtëpinë për banesë, dikush nuk don me lshu një pjesë të oborit për shembull për rrugë, dikush ka shumë interes që me pas ma shumë hapësirë të gjelbër në lagjen e tij, po nuk i ofrohet mundësia ose nuk i ka kojshit e tjerë që kanë të njëjtin interes dhe nuk organizohen mirë si grupë për me lobu tutje. Kështu që kjo balancimi shumë interesave në qytet është sfidë tjetër. Edhe sfida ndoshta tjetër që e kisha cek këtu është edhe financat. Na mundemi planifiku çka do në qytet, nëse nuk kemi resurse financiare mjaftueshme me realizu krejt ato projekte. Çështje tjetër është mandej se si pranohen e aprovohen në kuvend ato çështje ndonjëherë ki resurset, po janë pengesa tjera që të limitojnë për me i qu tutje projektet e mira, po mungesa e resurseve është edhe një faktor që jo vetëm në Kosovë, po edhe në shumë vende të tjera ndikon në mungesën e realizimit të planit. Po gjithmonë ka sfida të ndryshme sepse është sektor edhe shumë i gjerë, edhe gjithë normal që gjithë ka me pas diçka që ose ka pak në atësi, ose dikush nuk është përfshim i mjaftueshëm, ose nuk janë marrë parasysh këto perspektivat. Me ato njohuri që ti ke tani më për gjithë shka që është bë rreth planifikimit hapësinor urban në vendin tonë, cili ka qenë projekti më i duhur ose po themi ndoshta që ja kemi pa hajrin një farë mënyrë ne si qytetar? Po ka projekte të ndryshme, nëse më thonë që i di krejt projektet që ka kanë ndodhur. Ndonjëri që ty po të bjen mend që ka qenë i mirëseardhur edhe normalisht vazhdon të jetë i mirë edhe normalisht që ndihmon qytetarët e vendit. Unë ndoshta më shumë prap kisha fol për projektet ku unë kam qenë në përfshime që e di se qysh kanë shku. Edhe unë edhe pse jo me Prishtinës, edhe domethënë dëshira ime është me punu më shumë për Prishtinën, rrethonat më kanë thënë ashtu që me punu më shumë për Mitrovicën realisht. Edhe e kisha specifiku një plan të Mitrovicës që edhe përmenda, ka qenë plani mobilitetit të qëndrueshëm urban, njëjtë edhe Prishtina ka një plan të tillë që është bo madje para Mitrovicës, po nuk është realizu realisht edhe përkundër që po bëhen shumë testime të masave të ndryshme në Prishtinë, vazhdojnë me u rindru ato masa ose me u bë ende studime shtesë rreth mobilitetit e trafikut, e vërehet që gjendja në terren vazhdon me qenë e njëjtë, na vazhdojmë me pas
do me thonë trafik të ngarkuar dhe përkundër planit e përfshirjes e ekspertave, e studime pas studime që bëhen, vazhdojmë pas në një gjendje në teren që nuk lenë me nënkuptu që realisht ka një plan të mobilitetit. Ndërsa krahas Prishtinës, po që kuptohet Prishtina është qytet më i madh, ka ngarkesë më të madhe dhe është i më e vështirë për me rahatu. Po e vërtet, po gjithsesi edhe kemi në krye tani që disa vite një arkitekt i cili në një farë mënyrë ka bërë ndryshime në kryeqytet, e që jo gjithmonë kanë qenë një farë mënyrë të mirë pritura, qoftë nga qytetarët, qoftë nga pjesëtarët të tjerë të politikë bërjes. Po edhe kjo, do me thonë, nështë tash më në fund e kena kuptu krejt qytetarë që jo domosdo me qenë arkitekti i fushës, ose do me thonë arkitekt udhëheci i komunës, jo domosdo është planer, ose dikush që kupton gjendjen e gjerë të qytetit, ose jo domosdo është menaxheri i mirë i qytetit. Do me thonë, me ditë me dizajnu, me projektu, me pas shije, ose me pas kryevepra në botë, dallon prej menaxhimit të një qytetit. Ndonjëherë jo domosdo të vyjnë projekte investime kapitale nëse sendet tjera bazike nuk janë të funksionu, ose nëse nuk ka njohuri se çka po ndodh brenda vetë drejtorive të komunës. Kështu që definitivisht edhe pse te ne mësohet si njëjtë dhe konsiderohet njëjtë arkitektura e planifikimi, definitivisht janë fusha të ndara që kërkojnë edhe njohuri edhe aftësi të ndryshme për me i zotru. Për me u kthy te planet, prap kisha dashur me përmend Mitrovicën, pse është një plan që prap kam qenë më e angazhuar në të edhe ka marrë edhe njohje në nivel të Evropës. Ky plani për mobilitet të qëndrueshëm, do me thonë ka arrit me dërgu në vitin 2022 Mitrovicën në garë kundër Madridit të Spanjës dhe Tampere të Finlandës për planin më të mirë të mobilitetit urban të qëndrueshëm në qytet. Tash paramendoni një plan i realizuar me resurse të Kosovës, normal kanë qenë të angazhuar edhe eksperta të jashtëm, po shumica është bë puna prej zyrtarëve të komunës së Mitrovicës edhe njerëzve të tjerë të Mitrovicës, qoftë nga shkollat e mesme teknike, nga OJC-t edhe nga ekspertët e organizatave ndërkombëtare që kanë qenë edhe të Kosovës të angazhuar, po një plan i tillë me mri në nivel për me u krahasu me dy qytete shumë të zhvillume në Evropë për një ndër planet më të mira në Evropë. Na kemi mri me showcase, me tregu Mitrovicën në nivel të Evropës, në Bruxelles, e kemi ditë që nuk fiton një plan, do me thoni, Kosovës ose Ballkanit, qoftë për arsye politike, qoftë për arsye të tjera të resurseve, po vetë ideja që kam ri me shortlist si finalist ka qenë një sukses i madh. Si projekt i mirë, po. Edhe në momentin që një plan i tillë, do me thonë, konsiderohet prej EU-s që i ka ndjek hapat që sugjeron edhe vetë EU-ja për me bo planet të tilla të mobilitetit qëndrueshëm, ish dasht me nxjerr shumë, do me thonë, me u konsideru i suksesshëm, me nxit qytetet tjera me ndjek atë plan, po të njëjtën kohë ish dasht edhe me nxjerr investime. Është çështje tjetër mandej se sa e shtyn tutje komuna pjesën e investimeve ose sa e zbaton atë plan. Në komunën e Prishtinës, për shembull, përkundër që thashë ka pas një plan po ashtu të dizajnuar, të hartuar prej ndërkombëtarëve edhe vendorëve, ka ndodhur shpesh që masat nuk janë zbatuar ashtu siç janë kronologjikisht. E kemi parkingun në qendër të qytetit që është pas parapame u bë në vitin 2028 ose në fazën e fundit të planit, por na realisht e kemi përjetu edhe sot e kemi fakt të krymë që është bëhë shumë ma herët. Është një arsye pse këto masa bëhen ma herët ose ma vonë, sepse parashihet që gradualisht gjatë viteve ndrojnë sjelljet e njerëzve, ndrojnë infrastruktura, investohet ma shumë në transport publik, e mandej e shes se sa ka nevojë realisht ose a ka nevojë për një parking tillë. Çaj parking në qendër apo është dashur me u bë parkingje tjera për rreth që ka qenë plani. Kështu që kanjëherë duhet me i përcjell planet, po edhe kur bëhen planet duhet angazhim më i madh i zyrtarëve që janë të angazhuar, jo me e konsideru si hajtë se e bojnë ekspertat, sepse në fund qatë plan e zotron vetë komuna dhe duhet vetë me angazhu, me implementu, dhe nëse është diçka që është tu planifiku gabim, duhet me ngrit zanin për fillimet që mos me lon ajo me mbet në letër, se kur mbet në letër, atëherë nuk është veç dokument, po është diçka që obligative duhet me vazhdu me përcjell dhe me implementu.
Në gjithë pjesëmarrjen tënde e përmende pak më herët se të ka me punu edhe me zyrtar të komunave të ndryshme, e kështu me radhë, e ke pas si pengesë të qenurit femër, je ndjen ndonjëherë paragjykuar në këtë aspekt? Se mua parasysh që dominohet nga meshkujt, si çdo profesion pothuajse. Po, gjithmonë, e kam pas. Kanë lyp shefin mashkull, e kanë lyp zakonisht kur ke Po, kjo ka ndodhur, domethënë, përvojë edhe para se me shku në Amerikë, domethënë para 10 vjetëve kur kom punu një projekt tjetër, njëjtë edhe ma vonë tutje kur jom kthy prej Amerikës, domethënë, ndoshta përkundër atij shkollimit që e ki shtesë dhe që duhesh me dëshmu veten që për te që je femër, ose ndoshta je pak më e rinë mosh, ose diçka e tillë, duhesh me dëshmu që e ki një farë shkollimi shtesë dhe që e din çapo flet, po gjithmonë vyn ma shumë kohë për me ja u dëshmu veten, edhe është ndoshta pak më e lodhshme edhe në fillim ma më ka prek edhe kom insistu që me dëshmu, po mandej e kom pa që shpesh nuk vjen veç prej meshkujve, diskriminime. Janë edhe prej femrave. Janë edhe prej vetë grave që mujnë me qenë në sektor ose jo në sektor, që ndonjëherë dikujt thjesht i pengon suksesi dikujt edhe tenton me të sabotu ose çka po di gjana tjera, kështu që mu nuk ma ndin. Nuk e shoh atë problem, mendoj që vetë çka do që kom arrit flet për mu, edhe mu nuk tentoj me fol ma shumë në raste të punës, ose me shit vetën ma shumë që me besoj që momentin që e fitoj një projekt, një konsulencë ose diçka e tillë, letrat edhe punë të kalume kanë fol për mu, kështu që deshtën ose s'deshtën që të opcione kanë me bashkëpunu, po zakonisht përfundoj me njerëz të kënaqur, sepse unë jam e përkushtuar në punë që i bëj, edhe për te gjithçka kom qejf që pa marrë parasysh deadline-at ose çka jemi dakordu sipas kontratës, unë gjithë shkoj për te, sepse kom qejf me kontribu ma shumë me dhonë dhe me i kry punët që duhet. Shumë faleminderit Fjoll, faleminderit për gjitha këto që ndajte me ne, ishte kënaqësi që të pata në studion 410 përsëri, e po shpresoj që do të shihemi edhe hera tjera. Faleminderit shumë Dhurata për ftesën edhe një herë, suksese. Edhe ty gjithashtu. Miqtë mi të dashur, kaq kishim sa i përket këtij edicioni, krejt përfund, po falenderoj ata që kujdesen për ne, platformën